ke bërë disa, le të themi, ngacmime në publik. Çfarë të bëri ti tek PSD-ja? Unë kur të kam parë në rrjetet sociale në filles, pastaj në intervista dhe qëndrime, kam pasur një lloj habie, domethënë një grua aktive, një zonjë aktive që ke një jetë profesionale të mirë dhe që bashkohesh jo një parti të madhe, as PS-s, as PD-s, po PSD-s që është një parti e cila mbijeton, suksesshëm, çuditshëm për disa, por suksesshëm dhe që nuk besohet që një individ me veshjen që ti ke, me vlerat që kërkon dhe advokon, do t'i bashkoj PSD-s. Pse? Së pari faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua të jem në panel me ju nderuar. Mua dhe Tom Doshen na bashkon një mision. Lufta kundër kancerit. Ku është ky? Kjo gangren? Nëse e keni dëgjuar kryetarin e partisë që unë përfaqësoj, gjithmonë në çdo organizim apo mbledhje thotë në Shqipëri mungon një skaner për të evidentuar kancerin, për të parë zonat ku është i lokalizuar kanceri në trupin e njerëzve. Gjithmonë në çdo organizim këto e ka shumë të rëndësishme dhe e citon qartë. Në Shqipëri kemi 80.000 njerëz që vuajnë nga kanceri dhe vdesin çdo ditë dhe më shumë njerëz për arsye sepse shteti shqiptar nuk ka një PET scanner. Sepse ky PET scanner pra je fokusuar te tjetër, më lejo ta përfundoj. Avokatinë jo, që të kuptojmë një herë filozofinë tënde në politikë, je fokusuar në një çështje të caktuar, në një sektor që është shëndetësia, në sektor që është shëndetësia dhe jo vetëm në shëndetësinë, por në sekretari im është misionar i kancerit në trupin e njerëzve qytetarëve shqiptar, unë jam misionare për të luftuar kancerin në korrupsionin që ka mbuluar administratën publike. Sepse nëse në realitetin njerëzor vdesin 2 persona në ditë nga kanceri për shkak të moslokalizimit dhe parandalimit të këtij kanceri në trupin shëndetësor të njeriu, në korrupsionin që vjen nga administrata publike, vdesin jo 80.000, 800.000 shqiptarë. Dhe përveç këtij kanceri, kemi dhe kancerin imoral të administratës publike, që jo rrallë kush ka guximin ta ulëras këtë lloj kanceri. Pra kemi një kryetari i partisë që përfaqësoj është misionar i kancerit të shëndetit njerëzve, dhe unë jam misionare e kancerit që shkatëron çdo ditë dhe ky kancer buron në administratën publike. Dhe ne së bashku do ta luftojmë kancerin. Dhe kjo është ajo që mua më lidh me zotin Tom Doshi. Qartë. Mirë, do t'jua bëj më vonë pyetjet e qëndrime politike që keni si parti dhe koalicionin që keni deklaruar. Dritan, vjen nga? Unë jam pedagog me profesion. Akademia. Po, nga akademia edhe në fakt u angazhova në politikë sepse mendoj që kam arritur në një stad që arrit kuptoj më së miri se cilat janë nevojat e komunitetit gjithmonë nëpërmjet syve të rinjve, të auditorit, të studentëve, të atyre që presupozohet dhe duhet të jetë në fakt në një shoqëri normale, të shëndetshme dhe e ardhmja e kombit, e shtetit e tjerë. Dhe natyrisht kur mendova për mundësitë që kisha për t'u angazhuar në politik, bëra një zgjedhje e cila mendoj se më përfaqëson, që lidhet pikërisht me socialdemokracinë, sepse socialdemokracia mendoj që është zgjedhja e duhur në një vend si joni, ku ka shumë sfida, ku akoma nuk janë zgjidhur shumë nga çështjet që janë paksa problematike le të themi për vetë popullin shqiptar, që lidhen pikërisht me mirëqenien, me ekonomi, me nevojat bazike që në shumicën e rasteve ne i ndeshim edhe në takimet tona elektorale vazhdojnë të ekzistojnë, edhe pas 35 vitesh tranzicion të zgjatur, ekonomi, tregu, mundësi për kompeticion në një treg të lirë e tjerë. Unë shoh që ka akoma njerëz të pamundur, njerëz që kanë ide por nuk kanë mbështetje, njerëz që kanë arritur diçka me mundin e tyre, por prap nuk i jepet ajo që meritojnë. Dhe problemi i meritokracisë vazhdon të jetë kapilar. Mendoj dhe sidomos te bashkove ti PSD-s. E shikoje si një grup i cili gjithsesi politikisht di të fitojë lojën e vet, apo realisht
ke gjetur një parti të qendrës te PSD-ja? Apo janë të dyja bashkë? Mendoj që janë të dyja bashkë. Unë kam gjetur një parti e cila i shkon për shtat bindjeve të mia, ideologjisë time, patjetër. Është një parti e cila, le të themi, e nxit konkurrencën brenda llojit. Është një parti e cila ka qenë e hapur, ku mund të afroheshin shumë të rinj, dhe në fakt unë kam parë më shumë të rinj se në çdo parti tjetër, megjithëse nuk është se kam pasur një lidhje direkte me partitë e tjera, por nga media kam pasur mundësi që patjetër të dëgjoj dhe të shoh se çfarë ndodh në partitë e tjera. Dhe tek PSD-ja pikërisht kam gjetur këtë, mundësinë që ti ke për t'i bërë, le të themi, publike idetë tua, patjetër idetë dëgjohen,